Supozojmë se dikush është duke mbledhur bimë medicinale dhe aksidentalisht kafshohet nga, le të themi, shigjeta e gjatë, që është një gjarë për shumë i madh. Shigjeta e gjatë nuk ka helm. Kështu që thjesht do ketë pak gjakderdhje, si natyrisht ka dhënë, dhe asgjë mund ta bëjmë me pak alkool, dezinfektim. Natyrisht që duhet shkoj për ndihmë mjekësore, sepse njerëzit nuk janë në gjendje që t'i identifikojnë. Për shembull, po të më kafshoj mua nuk shkoj fare për ndihmë mjekësore dhe më ka kafshuar shumë herë gjarprind ndryshëm. Sa herë mund të ndodhur gjatë këtyre viteve të parë? Po ndodh shpesh sepse gjarprind në momentin që i kap dhe në momentin që janë shumë të shpejtë, sulmojnë shpejt, në momentin që nuk jem mjaftueshëm i kujdesshëm ose pozicioni i kapjes është i tillë që nuk mund të bësh më mirë sepse gjarpri ka lëvizur dhe ti nëse do ta kapësh duhet të rrezikosh, atëherë ata të kafshojnë më njëherë. Dhe thjesht ka pak gjakderdhje e cila ndalon shumë shpejt dhe kaq. Ti je kreti mësuar me këtë pjesë që mund t'i mbash mbas edhe kështu si kafshë shtëpiake, aq i mësuar je me këtë pjesë, se për shaka. Jo, ka shumë njerëz që i mbajnë si kafshë shtëpiake, unë nuk jam një prej tyre, mua më pëlqen të shoh në natyrë. Kështu që duhet ta theksoj edhe një herë. Gjarprindë mëdhenj, askush të mos ketë frikë nga gjarprindë mëdhenj. E thash edhe një herë, është një prej tyre, biroja, është gjarpri i madh. Ai i ka dhëmbët e helpit në pjesën e mbrapsme të nofullës dhe jo gjithmonë kafshimi është i suksesshëm, si thua, për sa i përket fshimit të helmit, por edhe në rast se kafshon dikë dhe e helmon, do ketë një hintje në dorë. Edhe kaq, nuk ka asnjë rast të provuar që ka shkaktuar vdekjen e një individi. Ishte shumë e nevojshme që ta bënim këtë si bisedë për informacion shtesë dhe për gjithë njerëzit. Për të qetësuar të gjithë se kanë marrë tash. Ndërsa për sa i përket asaj që thatë më herët që kanë po shohin video që gjarprind vinë në mes të motorrit në mes Tiranës, në fakt e pash dhe unë atë video. Ishte një shigjet e hollë. Më ka kafshuar një 3-4 herë, po, me sa mbaj mend, vetëm këtë vit. Një shigjet e hollë është krejtësisht e parrezikshme, një gjarpër i bukur, i shpejt, i parrezikshëm. Tani kishte dalë në mes motorit. Unë jam i bindur që ai zotëria që ka ardhur me motor te medreseja ndoshta jeton diku në një zonë rurale dhe gjarpri gjatë natës është futur në motor. Ç'të bëhet, të presi të largohet gjarpri që të... Jo, ai duhet jetë i lumtur që nuk i ka dalë gjarpri nga motorri në kohën që po ecse me motor. Po, aty do të jetë i lumtur se ti dilte gjarpri ti thoshte ç'kemi jam këtu, ëh. Dhe shpesh gjarprind që i shohim në qendër të zonave urbane, në qendër që nuk ka habitat në fakt për gjarprind, transportohen në këtë formë nga zonat që janë në rrethina apo në zona rurale, pasi gjarprind futen në makinë. Pa dashje. Nëse makina ka në dashur të vinë qytet, pra. Po, pa dashur, ose futen në motor sepse duan të termorregullojnë duan të rregullojnë temperaturën e trupit tyre dhe aty gjejnë një mjedis ku fshehen dhe ku krijon kushtet mira për rregullimin e temperaturës së trupit. Dhe i qëndrojnë aty. Po, kaq është e gjithë. Kaq. Ne zakonisht nuk e bëjmë këtë gjë, kështu që... Faleminderit ishte kënaqësi për gjithë informacionin. Në fund të sqaruam edhe këtë. Në fakt, merak dhe frikë që qarkulloi, po të paktën me anë të biologu që patëm në studio, morëm shumë informacione që janë shumë të rëndësishme. Ikim reklama? Ikim direkt. Rikthehemi pas pak.